Shumë të nderuar dashur në vëllezër e motra, jena në katedralën e Shkodrës, siç e thret populli Kishamallë, së bashku me arcipeshvin tonë Monsignor Giovannin. U drejtohemi ju të gjithëve si besimtar, por edhe besimtar në emigracion, shpirtnisht të lidhur me këtë katedrale, sepse i përkisni këtij qytetit. Jena këto me prezantu pak problemet e katedrales, e cila prej viteve nuk ka një restaurim dhe çalon në disa sektor të saj. Katedrali Shkodrës nuk është vetëm një kishë, por përfaqëson në të vërtetë një vend fetare shumë të rëndësishëm për gjithë Shqipëri e për gjithë shqiptarët që janë brenda e jashtë. Ashtu si tha famulitari Don Blash, ka kohë që këtë vend nuk ka pasur ndërhyrje për mirëmbajtjen, atëherë është një detyrë, besoj, për të gjithë, për të restauruar që këtë vend të jetë një vend kur të gjithë mund të hyjnë brenda, mund të gjejnë paqe, mund të kremtojmë sakramentet, mund të takohemi edhe njëri me tjetrin. E besoj që është një vend i shenjtë, jo sepse këtë katedrale ka parë shumë ngjarje gjatë jetës së saj. Mendojmë sa meshtarët kanë kaluar këtu, meshtarët martirët që kanë qenë shuguruar, që kanë shërbyer në këtë vend. Besojmë edhe shenjtrit, shen Gjon Pali II që ka kremtuar mesh në këtë vend, shen Nana Teresa që ka qëndruar në këtë vend. Do me thënë, është një vend që duhet të ruajmë e duhet të mbajmë si një vend që në të vërtetë jep kuptimin edhe besimit tonë kulturës së sonë. Për këtë arsye besoj që duhet të angazhojmë për mirëmbajtjen e vendit e kësaj katedrale. Katedralja është shumë e çmueshme, identitare për ne, për besimin tonë në Zotin, identitare edhe për qytetin e Shkodrës. Gjithë ajo sakrificë e popullit të Shkodrës që në gurthemelin e saj në vitin 1858, ku shkodranët dhuroni çdo gjë për me hedh themelet e kësaj katedrale, e cila kaloi mrapa dhe një histori as veçantë, por edhe as të lavdishme. Psoi gjithat transformim gjatë komunizmit, por aty ku është e vërteta e Zotit, gjithmonë ajo do të triumfojnë. Në moment aq i lavdishëm, aq i madhnueshëm për qytetin e Shkodrës, pikërisht ai moment i ardhes e Papa Gjon Pali II, Shën Gjon Pali II, që me praninë e tij dhe me atë mesh e bekoi këtë katedrale edhe një herë. Katedralja në funksion të asaj ngjarje të vitit 1993 u restauru në një periudhë rekord me ato mjete të varfna ndërtimit, dhe që atëherë disa nga aspektet kryesore të katedrales çalojnë. Është i njëjti impiant i audios, i njëjti impiant elektrik. Katedralja nuk ka mundësinë e ngrohjes dhe të ftohjes, pa përmend mbrapa problemet e tjera të çatis, tavanit dhe nga jashtë. Kena menduar si fillim ju drejtu të gjithë besimtarve bujarisë së tyre në mënyrë që të ndërhyjmë në ato sektor të cilët janë më urgjent, siç thash sistemi elektrik, i cili është krejtësisht i amortizuar, po ashtu dhe sistemi i audios, në bashkëpunim edhe me artistat, mrapa mos i sistemohen këto dy realitete, mund të ndërhyjmë edhe tek aspekti estetik artistik i katedrales, sepse diçka mund të bëhet dhe dikush është ofruar edhe për përmirësimin e vetrazheve, përmirësimin e dyrëve, përmirësimin e bankave, afreskëve të ndryshme të cilët mund të zanë vend. Prandaj ju drejtohemi të gjithëve, të gjithë emigracionit në vendet të ndryshme, në Itali, në Gjermani, në Zvicër, në Austri. Kena shumë besim edhe tek besimtarët tonë në Shtetet e Bashkuara, ku do të kem rast gjatë muajit nënor të vizitoj qoftë në Florida, New York e Detroit. Prandaj mirëpresim bujarinë tuaj, e shpresojmë që të jetë e tillë saqë t'ja rikthejnë edhe një herë atë bukuri që duhet të ketë kjo kishë katedrale e Shkodrës. Këtu jena në praninë e disa projekteve të përgatitur të ENKA-s për ndërhyrjen në kishën katedrale, projekti ndërhyrjen në infrastrukturën e jashtme në pjesën e çatisë, pjesën ballore,
është projekti audio dhe i ndriçimit nga Electrica Friulana, një kompani lider në këtë fushë, të cilët kanë ardhur enkas për përgatitjen dhe kanë bërë provat e duhura për zgjedhë impjantin e duhur në kishën katedrale dafinor në Shkodër, e cila do të bajnë izolimin termik dhe akustik të dyrëve të katedrales, dhe presim në ditët në vazhdim edhe një projekt në lidhje me sistemin termik.